e presin. Edi Rama, sonte e ke të vështirë natën. Miqtë e mi, kjo është një natë ndër më të veçantat, sepse sonte ne vim këtu për të nisur betejën tonë, betejën e fitores, betejën e Shqipërisë madhështore, betejën në të cilën Shqipëria ngrihet përsëri. Këto vite e keqja e vuri para vendin tonë. Këto vite, 12 vite ishin për Shqipërinë, vite të shkretimit të saj nga bijtë dhe bijat, ishin vite të varfërimit të saj, ishin vite në të cilat regjimi i narkosve të Tiranës dhe mafia mërkombëtare bëri gjithçka që të fshin nga kujtesa e këtij kombi veprën tuaj të pavdekshme Shqipërinë pluraliste, bëri gjithçka të fshin nga historia e këtij kombi arritjet madhore të Shqipërisë në rrugën e lirisë, bëri gjithçka të fshin nga arkivat e këtij kombi kontribute se cilit prej jush për dignitetin kombëtar dhe lirinë kombëtare. Bëri gjithçka që ju të mos kishit as emër as flamur, po ja ku jemi sot me flamurin tonë, më krenar se kur me ju. Ja ku jemi sot, të bashkuar si asnjëherë. Ja ku jemi sot, të ngritur si Feniksi nga hiri në zenit, për shkundrejt fitores. Miqtë e mi, ne mblidhemi